Nëse do zgjidhem kryetare bashkie, Kullës Armando Lilos që është në qendër të Tiranës, ose që quhet ndryshe Syri i Tiranës. Zonja Kalaja, për të rikthyer tek normalizacioni. Do t'ju jap argumentat, se është mirë që t'ju jap argumentat. Së pari, aty ka ndërtim pa leje, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, vetë ndërtimi është në kundërshtim me dispozitat ligjore, se qartazi është pastrim i produktit të veprave penale. Ndërkohë që ka probleme të rënda me të kaluarën, Armand Lilo, për shkak të një dënimi penal që ka patur në shtetin italian, dhe në këto kushte patjetër që Spaku, referuar kallëzimit tim penal që kam bërë, ka filluar hetimin qoftë pasuror ndaj Armand Lilo, Serion Veliajt dhe Fatmir Xhafës, por qoftë edhe kryesisht për Armand Lilon, sepse nëse bëjmë një auditim të gjithë aktivitetit të tij, shikohet qartësisht që në fillimet e tij, pra pak u krijuar lidhja midis tij, Fatmir Xhafës dhe Erion Veliajt, nuk ka burime të lishme për të kryer këtë aktivitet. Kështu që Tritoli në çdo rast e para e parashikon ligji, e dyta do bëhet për gjithë ndërtimet që janë me pa leje ndërtimi, pra me akte të falsifikuara, për ato ndërtime që leja formalisht mund të jetë e rregull, por janë ndërtime të cilët kanë dëmtuar trashëgiminë kulturore të Tiranës, dhe unë në të njëjtën frymë me 2022-shin, duhet që patjetër Tirana t'i kthehet identitetit të saj, t'i kthehet historisë së saj, patjetër dhe zhvillimit, dhe në gjithë botën zhvillimi bëhet duke u hapur hapësira e Tiranës përtej asaj qendre historike, të cilën e gjithë bota në fakt e investon për të mbetur e tillë, sepse edhe një turist që vjen nuk vjen për të parë një kull, po të vjen për të parë historinë e Tiranës e të Shqipërisë. Po duket sikur do jenë shumë, po e vazhdoj këtu, nuk po i kthej më te data për shkuar më pas te një koment për datën, por duket se kur do keni shumë punë, se nuk besoj se është vetëm një objekt. Jo, ka shumë, patjetër, dhe madje një ndërtues mund të ketë shumë objekte, dhe ne nuk kemi asgjë personale me askën, unë personalisht, sepse është ideja ime, por me fenomenin që tashmë jo vetëm është bërë gangrene Tiranës, por po ta shikoni nderuar, është pjesë kryesore e bisedimeve, qoftë në departamentin amerikan të shtetit, midis zotit Altin Dumani dhe përfaqësuese të departamentit, por edhe në 3 takimet që ka bërë e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane në Tiranë, qoftë me ministrin e drejtësisë, qoftë me ministren e brendshme, por edhe në takimet e radhës me funksionar zyrtar të lartë të qeverisë, ka theksuar faktin se është prioritare lufta ndaj karteleve të drogës, lufta ndaj krimit organizuar, dhe sidomos pastrimi i produktit të veprave penale, ose siç në jargonin e ditës themi pastrimi i parave të pista, e cila sipas auditimeve apo investigimeve të raporteve ndërkombëtare, vetëm në Tiranë është 60% e këtij investimi i cili nuk mbulohet me burim të lishëm, apo një problem tjetër edhe më i madh është se një pjesë e madhe e parave që kalojnë në sektorin e ndërtimit janë jashtë sektorit bankar. Kështu që ky është një problem i madh, problem që tashmë me përfatin ton të mirë, ka trokitur edhe në dyert e Europës, sepse ato asnjëri nuk e vret mendjen se çfarë vuajnë dhe çfarë kalojnë qytetarët, qoftë të Tiranës, qoftë të Shqipërisë. Po ky është një problem i madh, kjo nga që tani tashmë po vërtetohet qartësisht lidhja e qeverisë me bandat kriminale, por mbi të gjitha, ndryshe nga të gjithë qeverisjet pas viteve 90, sot organizatat kriminale
janë në kuvend, janë në qeverisje, janë në pushtetin vendor. Kështu që unë them që duhet një punë shumë e madhe, jo vetëm për kullat, po për të shëmbur me tritol, ato fiet që lidhin gjithë patronazhimin e shtetit shqiptar, ato fije dhe ato para që nëpërmjet pastrimit në kullat e ndërtuara në kundërshtim me ligjin, përdoren për bler zgjedhjet e radhës. Zona Kalaja, a keni pika të tjera pra kush janë shtytat të tjera ndoshta më ose kaq radikale sa kjo e tritolit? Pra qyteti, si në gjykimin tuaj, ka nevojë për një kthesë të fortë, por kush janë shtytat tjetër? Unë në fakt, kur kam propozuar tezën e tritolit, ka qenë një nga 3 tezat kryesore, sepse unë kam edhe në datën e vet ofrimit ndaj zotit Berisha, përveç se kam një program të qartë se si do fillojmë, sepse nuk mund të ndryshohet Tirana për një vit e gjysmë, po se si do fillojmë hapat për të ndryshuar Tiranën,